Pushteti mbrohet me armë kur sulmohet me armë. Po ky nuk ishte rasti 20 janarit. Unë kam qenë 2 herë në bulevard ku ka pasur të shtën armësh. Hera parë ka qenë 14 shtator vitit 98. Atë ditë kam qenë brenda kryeministrisë. Hera dytë ishte në 20 janar 2011. Atë ditë kam qenë jashtë kryeministrisë. Po në të dyja rastet armët e kishit ju. Gjithmonë ne mund të kemi shumë gabime, me taksa, me koncesione, me korrupsion, me luftë pa mjaftueshme kundër varfërisë, po nuk kemi zgjedhur armë për zgjidhjen e punë. Sa herë ndahet, vjen puna për të ndarë në gjë, ju jeni krahun e armës, sepse i shkoni kanunit. Edhe ju e keni ndërtuar partinë në 20 vjet mbi themel kanunor. Duke mos pranuar që keni vrarë Aleksin, Hekuranin, Ziverin edhe Faikun, në fakt e keni vrarë 2 fish ju. Ju keni ngjallur dyshimin se në Shqipëri, nëse proteston kundër qeverisë edhe mund të vritesh. Mund të shpallet si dita e fitore se çdo qeveri e kundër popullit vet. Edhe kjo është një nga arsyet që unë s'kam besim se për 21 janarin do ketë drejtësi, se sot për sot në Shqipëri është e pamundur, është fatkeqësisht e pamundur që populli të fitojë një gjyq kundër qeverisë vet.